Të nderuar antar gjykatës kushtetuese, duke I qëndruar të gjitha parashtrimet tona të bëra me shkrim dhe që doja vendosim dispozicion gjykatës, që në total janë 65 faqe, më lejoni që shkurtimisht brenda minutazhit lejuar nga gjykata të elaboroj disa nga çështjet më kryesore trajtuar në këto parashtrime. Në lidhje me legjitimin e kërkuesit, jurisprudenca e gjykatës kushtetuese e ka theksuar se njeni 115 është garanci e veçantë për organet e zgjedhura vendore. Gjykata kushtetuese është shprehur në jurisprudencën e saj se një gjykim I cili ka për objekt shkarkimin nga detyrat e organeve të qeverisë vendore është gjykim në themel I kërkesës dhe gjykata kushtetuese si organ kontrolli për të çmuar shkeljen e rëndë të kushtetutës ose ligjit, heton dhe gjykon në themel çështjen, ashtu siç do të vepronte një gjykatë e sistemit gjyqësor të zakonshëm. Vendimet e gjykatës kushtetuese numër 15 vitit 2009, 22 të vitit 2008 dhe 39 të vitit 2005. Bazuar në njenin 115 të kushtetutës, kryetari I bashkisë mund shkarkohet për shkelje të rënda të kushtetutës ose të ligjeve dhe mund të ankohet në gjykatën kushtetuese brenda 15 ditëve, ankimi I cili pezullon efektet e mendimit të Këshillit të Ministrave. Në bazë të këtij parashikimi kushtetues, përmes parashikimeve të ligjit 139/2015 përveç qeverisë vendore, legjislatori ka vlerësuar të specifikojë në GRMC të njeni 62 të këtij ligji, një prej shkaqeve të shkarkimit për shkak të shkeljes rënd të ligjit kushtetutës sipas të cilit, kryetari I bashkisë nëse nuk paraqitet në detyrë për një periudhë 3 mujore të pandërprer, mund shkarkohet. Vetë legjislatori ka përcaktuar se ky ligj ka dalë dhe edhe në zbatim të njeni 115 të kushtetutës. Për këtë arsye, shkarkimi kryetarit bashkisë është brenda jurisdiksionit kushtetues. Interpretimi pajtues është I mundur kur një ligj apo dispozitë ligjore mund të interpretohet në më shumë se një mënyrë, njëra nga të cilat është në pajtim me kushtetutën. Kjo metodë kërkon efektet kushtetuese të rezultateve të ndryshme dhe përzgjedh rezultatin që është në pajtim me vlerat kushtetuese, duke marrë parasysh këtu të drejtat themelore të individëve. Interpretimi pajtues është I mundur kur një ligj apo dispozitë ligjore mund të interpretohet në më shumë se një mënyrë, njëra nga të cilat është pajtim me kushtetutën. Vendimi numër 5 I vitit 2012 gjykatës kushtetuese. Prandaj, asnjë interpretim tjetër I dispozitave nuk është I lejueshëm nga pikpamja kushtetuese dhe se mbrojtja e të drejtave dhe parimeve kushtetuese të lartpërmendura nuk mund të arrihet në rast se këtyre dispozitave të kundërshtuara do t'u jepet një kuptim tjetër. Vendimi 54/2024 gjykatës kushtetuese. Mosparaqitja në detyrë për 3 muaj GRMC e njeni 62 I ligjit të qeverisë vendore përbën shkelje të rëndë nëse kryetari I bashkisë ka pasur ndonjë shkak objektiv, ka zgjedhur me vullnet të lirë të mos ushtrojë funksionin e tij. Në të kundërt, kur mungesa është rezultati I një pamundësie objektive ose rrethanave të tjera zakonshme që e bëjnë të pamundur ushtrimin e funksionit, ajo nuk mund të konsiderohet shkelje e rëndë, sepse ligji do zgjerojë përtej kuadrit kushtetues të njeni 115 kushtetutës. Nëse do pranoj e kundërta, atëherë do të kishim të bënim me një normë ligjore antikushtetuese, pasi ligjvënësi do të kishte shtuar një shkak të ri për shkarkimin e kryetarit bashkisë. Ndonse, kushtetutë me qëllim garantimi maksimal të autonomisë vendore, e ka përcaktuar shprehimisht dhe në mënyrë të kufizuar në kushtetutë shkakun e shkarkimit të kryetarit bashkisë, dhe nuk ka dhënë autorizim për zgjerimin me ligj të shkaqeve të shkarkimit. Vetë jurisprudenca e kësaj gjykate I ka konsideruar në kundërshtim me kushtetutën, duke I shfuqizuar parashikimet ligjore të dalën te kalim e pa autorizim parashikime kushtetuese. Shpesh, kushtetuta qëllimisht le hapësirë rregullimi nga ligjvënësi I zakonshëm, në mënyrë që mos penkojë marrjen e nisave politike, ekonomike, sociale e kulturore nga partitë politike ose qeveria. Por kushtetuta, përveç kësaj, mund parashikojë hollësisht dhe shprehimisht rastet për cilat nuk mund t'i lërë hapësirë rregullimi I ligjvënësit zakonshëm. Gjykata kushtetuese ka theksuar se për çdo rast, kur rregullimi kushtetues parashikohet shprehimisht për saj, ai detyrimisht do të zbatohet drejt për drejt. Përmbajtja e dispozitës kushtetuese nuk mund të menjanohet ose të kalohet duke dhënë përparësi akteve juridike që dalin në bazë të zbatimit të kushtetutës. Ky detyrim rrihet nga përmbajtja e njenit 4.3 të kushtetutës dhe është një qëndrim I konsoliduar gjykatës kushtetuese në çështje të tjera analoge, në të cilat gjykata kushtetuese ka theksuar se atë që nuk ka dashur të bëjë kushtetuta nuk mund ta bëjë ligji, prandaj nuk mund pranohet se ajo ka ometuar pa përmendur raste të tilla. Për këtë shkak, nëse do të pretendojë se ligji ka parashikuar një shkak të ri shkarkimi, atëherë do të prekej parimi I shtetit të së drejtës, I shprehur për përparësinë e normave kushtetues në raport me normat e tjera ligjore. Në lidhje me legjitimimin për kërkimin e shfuqizimit të dekretit presidentit, numër 350
datë 1/10/2025. Për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve vendore në Bashkinë Tiranë, vlerësojmë të theksojmë se zoti Veliaj nuk e kundërshton këtë dekret si një votues dhe as si një formacion politik i prekur nga data e zgjedhjeve, si për shembull të drejtën e tij për të zgjedhur ose për të zgjedhur, por e kundërshton atë në kuadër të garancive kushtetuese të N 115 Kushtetutës, që kërkuesi si zgjedhur vendor i gëzon në procedurat e shkarkimit nga funksioni i kryetarit të bashkisë. Pra kërkuesi e kundërshton dekretin si një akt të dalë në shkeljet garancive kushtetuese, që ai gëzon si zgjedhur vendor në procedurat e shkarkimit, një ndër të cilat është garancia kushtetuese parashikuar në paragrafin 2 dhe 3 në 115 Kushtetutës, sipas të cilave në rast se kryetari i bashkisë në i cili është marrë një vendim shkarkimi, e ankimon vendimin e shkarkimit brenda 15 ditësh në gjykatën kushtetuese, vendimi për shkarkimin pezullohet dhe Presidenti i Republikës mund të caktojë datën e zgjedhjeve në njësinë vendore përkatëse vetëm në rastin e mos ushtrimit të drejtës së ankimit brenda 15 ditëve, ose në rastin e lënies fuqit vendimit këshillit mëngjesor nga gjykata kushtetuese. Në këtë kuadër, legjitimimi i kërkuesit për kundërshtuar dekretin e presidentit nuk mund të vjetë në diskutim. Ai nuk është një qytetar i zakonshëm që shpreh pakënaqësi për një datë zgjedhjesh, as një parti politike që kërkon avantazh elektoral nga fatet e zgjedhjeve, por është kryetari i bashkisë i zgjedhur me votë të drejtë për drejtë, i cili gëzon një status kushtetues posaçëm dhe mbrohet nga një garancie e qartë juridike kundër ndërhyrjeve të parakohshme të pushtetit qendror në procedurat e shkarkimit. Kushtetuta është e qartë. Vetëm gjykata kushtetuese është organi kompetent për shkaktuar ankimet e organeve vendore të zgjedhura drejt për drejt kur ato shkarkohen nga Këshilli i Ministrave. Duke konsideruar se gjykata kushtetuese ka jurisdiksion për shqyrtimin e objektit të shtuar sa më sipër në lidhje me aktin e presidentit, paraqesim parashtrimet tona lidhur me meritën e tyre si më poshtë. Në lidhje me pretendimet për shkeljen e drejtës për një proces të rregullt ligjor dhe parime kushtetuese në procedurat për shkarkimin e kryetarit të bashkisë. Më datë 25/2/2025, vetëm 15 ditë pas shkarkimit, pas arrestimit të kryetarit të bashkisë Tiranë, zoti Veliaj, këshilltari i Këshillit Bashkiak të bashkisë, zoti Endri Shabani, i paraqiti kryesisë së Këshillit Bashkiak një kërkesë për nisjen e procedurave për zëvendësimin e kryetarit të bashkisë. Jo me motivimin për mungesë 3 mujore në detyrë, por se nga arrestimi i zotit Veliaj ishte krijuar një vëshllëk në drejtimin e bashkisë më të madhe në vend. Shkak ky i cili nuk parashikohet as në kushtetutë dhe as nuk detajohet në ligjin nr. 139/2015 për vetë qeverisjen vendore, si shkak juridik shkarkimi. Pra, zoti Shabani ka propozuar iniciimin e procedurës për shkarkimin e kryetarit të bashkisë bazuar në një shkak ekstra juridik. Deri në mbledhjen e datës 23/9/2025 të Këshillit Bashkiak, kjo kërkesë nuk ishte trajtuar dhe për të nuk ishte marrë asnjë vendim. Më datë 9/5/2025, këshilltari bashkiak, zoti Ilir Ali Mehmeti, i drejtohet Këshillit Bashkiak kërkesën për nisjen e procedurës për propozimin e shkarkimit të zotit Veliaj për shkak të plotësimit të periudhës 3 mujore mosparaqitjes së pandërprerë në detyrë të zotit Veliaj. Deri në mbledhjen e datës 23/9/2025, Këshilli Bashkiak edhe për këtë kërkesë nuk kishte marrë asnjë vendim. Më datë 18/9/2025, këshilltarët e Partisë Socialiste në Këshillin Bashkiak të Tiranës janë drejtuar Këshillit Bashkiak Tiranë me kërkesë për thirrjen e mbledhjes së radhës Këshillit Bashkiak Tiranë me qëllim propozimin e shkarkimit kryebashkiakut Veliaj, për shkak të mungesës për më shumë se 3 muaj detyrë shkaktuar nga arrestimi i tij, dhe siç thonë në kërkesë, në zbatim të orientimeve politike të partisë që përfaqësonin, për fillimin e procedurave që i hapin rrugë zgjedhjeve të pjesëme të Bashkisë Tiranë. Siç evidentohet edhe në faqen e 2 të relacionit për propozimin e shkarkimit të kryetarit të Bashkisë Tiranë, zotit Veliaj, mbledhja e Këshillit Bashkiak për shkarkimin e kryebashkiakut është thirrur vetëm në zbatim kërkesës së grupit këshilltar të Partisë Socialiste. Pra, në rendin e ditës ka qenë vetëm kjo kërkesë, por në këtë relacion evidentohet se në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të datës 23/9/2025 është propozuar nga ana e grupit të majorancës dhe është votuar pro kërkesës së grupit të këshilltarëve demokrat Partisë Demokratike dhe këshilltarit Endri Shabani për t'i bashkëlidhur shkresat e tyre kërkesës së grupit këshilltar të Partisë Socialiste. Pas kësaj, janë miratuar të 3 kërkesat e mësipërme për propozimin e shkarkimit të kryebashkiakut Veliaj. Pra, si shkak për propozimin e shkarkimit të kryebashkiakut Veliaj ka qenë edhe shkaku ekstraligjor i shkarkimit i propozuar nga këshilltari zoti Shabani. Në këtë situatë, është cënuar në mënyrë të drejtë për drejtë parimi i shtetit të së drejtës dhe i procesit rregullt ligjor,
sepse vetë nisma për shkarkimin e kryetarit bashkisë është ngritur mbi një shkak pa parashikuar në ligj, pra mbi një bazë ekstra juridike, që nuk gjen mbështetje as në kushtetutë dhe as në ligjin nr. 132/2015 për vetë qeverisjen vendore. Ligji parashikon qartë rastet e përfundimit mandatit dhe shkarkimit të një zgjedhuri vendor, por nuk njihet si shkak shkarkimi boshllëkun në drejtim, i cili është një formulim i paqartë, subjektiv dhe politik, që nuk krijon dot pasoja juridike. Kjo do të thotë se Këshilli Bashkiak nuk ka vepruar mbi bazën e një norme ligjore, por mbi motive të huazuara nga diskursi politik, duke shndërruar një proces administrativ në një veprim politikisht të motivuar. Në lidhje me cënimin e të drejtës për të pasur një vendim të marrë në mënyrë të fshehtë nga Këshilli Bashkiak Tiranë. Bazuar në procedurbalin e mbledhjes së datës 23/9/2025 të Këshillit Bashkiak Tiranë, evidentohet se pavarësisht se nga njëra prej këshilltarëve bashkiak, opozitar, është kërkuar që votimi lidhur me propozimin për shkarkimin e kryetarit bashkisë të bëhet i fshehtë, për shkak se ishin përpara një akti individual, pas propozimit të kryetarit të grupit këshilltar të Partisë Socialiste, kryetari i Këshillit Bashkiak të Tiranës vendosi që votimi lidhur me propozimin për shkarkimin e kryetarit të bashkisë të bëjë i hapur, pasi sipas saj, bazuar në nenin 55.1 të rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit, mënyra e votimit përcaktohet nga vetë Këshilli me votim. Nga procedurbali i mbledhjes, nuk evidentohet që kryetaria e Këshillit Bashkiak, në përputhje me argumentimin që ka bërë, të ketë kërkuar prej Këshillit Bashkiak që të votojnë për të përzgjedhur mënyrën e votimit, por ka vijuar me hedhjen në votim të pretendimit për propozimin e shkarkimit të kryetarit të bashkisë. Gjithsa më sipër është tërësisht në kundërshtim me parashikimit e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak, njeni 58 i rregullores, duke bërë që kërkuesit i cënohet e drejta për proces të rregullt ligjor dhe parimi i kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë, sipas të cilit gjithë veprimtaria e Këshillit Bashkiak do duhet bazohet në kuadrin ligjor në fuqi. Fillimisht theksojmë se në nenin 55 të rregullores të cituar nga kryetari i Këshillit Bashkiak, nuk ka asnjë parashikim lidhur me mënyrën e votimit të Këshillit Bashkiak, por ky ne rregullon vetëm rregullin në mbledhjet e Këshillit komisioneve. Është neni 58 i kësaj rregullore, i cili normon mënyrën e votimit në Këshillin Bashkiak të Tiranës. Dhe bazuar në parashikimet e këtij neni, votimi nga anëtarët e Këshillit Bashkiak të Tiranës do duhet të bëhej i mbyllur dhe jo i hapur, sepse ishin përpara një akti me karakter individual. Votimi mund të bëhej i hapur vetëm nëse Këshilli do kishte votuar për këtë formë të hapur votimi dhe do kishte arritur të miratonte këtë formë votimi. Mënyra e votimit është pjesë e integruar e procesit formimit të vullnetit organit kolegjal, që përbën themelin e vlefshmërisë së aktit administrativ. Një votim që nuk zhvillohet në formën e parashikuar nga ligji nuk mund të prodhojë efekt juridik, sepse mungon një nga elementet konstitutiv të vetë aktit, pra vullneti i vlefshëm institucional. Në këtë kuptim, votimi i hapur në një procedurë ku ligji kërkon fshehtësi, nuk është një votim i parregullt, por një votim juridikisht inekzistent, pasi është formuar përmes një procesi që ka devijuar hatësi nga rruga ligjore përcaktuar, mungesën e së cilës Kodi i Procedurës Administrative e ka sankcionuar me pavlefshmëri absolute. Kur mënyra e votimit e bën të mundur identifikimin publik të qëndrime individuale në një çështje që prek drejt për drejt statusin e një personi, organi kolegjal humbet funksionin e tij si trup neutral dhe kthehet një mekanizëm politik. Votimi i fshehtë në procedura të tilla nuk është privilegj i këshilltarëve, nuk ekziston vetëm për të mbrojtur lirinë e ndërgjegjjes së anëtarëve të organit vendimarrës, por është një garanci për qytetarin që organi vendimarrës vepron në mënyrë të paanshme, pa ndikime të jashtme. Në momentin kur mënyra e votimit ndryshon arbitrarisht nga e fshehtë në të hapur, këshilltarët humbasin statusin e tyre si votues pavarur dhe shndërrohen në përfaqësues të interesit politik, duke prishur ekuilibrin institucional midis kryetarit dhe Këshillit. Kjo bie ndesh me parimin e ndarjes pushteteve dhe balancës së brendshme institucionale që është thelbësor për funksionimin demokratik të qeverisjes vendore. Në lidhje me cënimin e drejtës për të dëgjuar dhe mbrojtur efektivisht, kërkuesi nuk është informuar zyrtarisht nga Këshilli i Bashkisë Tiranë dhe as nga Këshilli i Ministrave lidhur me përmbajtjen e një mbledhje në të cilën do vendosë lidhur me shkarkimin e tij si kryetar bashkie. Shkaqet e shkarkimit, materialet që ngarkojnë me përgjegjësi, sqarimet përkatëse nga natyra, kërkimin e sqarimeve dhe prova nga ana e kërkuesit lidhur me shkeljen e pretenduar dhe materialet mbi të cilat ajo mbështetet. Dhe si rrjedhoi, nuk i është krijuar mundësia për të mbrojtur, dhënë shpjegime e dëgjuar para këtyre organeve as fizikisht as me shkrim. Për më tepër, duke qenë se ndodhen në kushtet e paraburgimit, bazuar në një masë sigurimi personale,
Kërkuesi i kishte mundësit akoma edhe më të kufizuar se një individ i lirë, dhe për çdo kryetar bashkie i cili është kërkuar dhe ka ankimuar vendimin e tij përpara gjykatës kushtetuese. Për shkak të kësaj rrethane, lind nevoja e një shqyrtimi akoma më strikt nga gjykata kushtetuese të zbatimit ndaj kërkuesit të standardit të procesit të rregullt për shkak të situatës që ai gjendej. Në kushtet kur kërkuesi ishte izoluar, çdo detyrim i administratës për ta informuar, për t'i dhënë mundësi që të shprehej dhe për të marrë pjesë në një proces, merr një ngarkesë më të rëndë, sepse vetëm në këtë mënyrë garantohet realisht drejtë e tij e mbrojtjes. Mungesa e çdo njoftimi dhe pamundësia për t'u dëgjuar e vendosin kërkuesin në një pozitë më të pafavorshme se sa çdo kryetar tjetër bashkie që nuk gjendet në kushte të tilla, duke krijuar një standard të dyfisht edhe një trajtim diskriminues në praktikë. Edhe kur kërkuesi është drejtuar me urgjencë Këshillit Bashkiak për të kërkuar nga natyre garantimin e mundësisë për të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, megjithëse ai gjendej në kushte parapërkimit, nuk ka pasur asnjë shkresë nga ana e Këshillit Bashkiak për të kërkuar për të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak dhe asnjë shkresë drejtuar prokurisë posaçme ose drejtorisë së buxhet për prezencën e tij. Në përgjigje të shkresës së tij për të pasur mundësinë që të merrte pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, kërkuesi një ditë përpara mbledhjes është përballur me shkresën e sekretarit të Këshillit Bashkiak, i cili pa informuar në mënyrë eksplicite lidhur me drejtën e tij për të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, pa informuar lidhur me ekzistencën e një vendimarrje nga organi kompetent për këtë, pa i njoftuar lidhur me arsyeën e mbledhjes, shkaqjet e shkarkimit propozuar, materiale që ngarkojnë me përgjegjësi, sqarime, përkatëse e tjerë, duke mos i krijuar as mundësinë për të mbrojtur dhe shpjegime e dëgjuar para këtij organi, as fizikisht as me shkrim, sekretari i Këshillit Bashkisë, i cili nuk kishte as tagrat për këtë shkresë, me fjalë të tjera i është përgjigjur skendalim të vish në mbledhje, por po munde. Në lidhje me cënimin e drejtës për një shqyrtim të thellë dhe efektiv, duke qenë se garancitë e drejtës për një proces të rregullt ligjor shtrihen si detyrim për të respektuar edhe nga organet administrative, nga ana e Këshillit Bashkisë Tiranë dhe Këshillit Ministrial, do duhet të ishte kryer një shqyrtim i thellë dhe efektiv lidhur me shkakun e shkarkimit të kërkuesit. Si do të duhej të gjente zbatim ky parashikim ligjor, nëse plotësoheshin nga kërkuesi elementet kushtetuese të shkarkimit për shkak të mungesës tremujore, apo kërkuesi gjendet para një pamundësie objektive për të ushtruar detyrën e tij, që nuk varet nga vullneti i tij. Duke qenë se shkarkimi i organit të zgjedhur qeverisë vendore është një masë ekstreme e procedurave të kontrollit, ajo duhet merret pas një vlerësimi të kujdesshëm të disa elemente të zhvilluar të jurisprudencën e kësaj gjykate, sipas të cilit kuptimi i saktë drejt për drejt i konceptit shkelje e rënd ligjit vlerësohet në tërësinë e tij nga disa faktorë, të cilët kanë të bëjnë me rëndësinë e ligjit të shkelur, pasojat e ardhura nga shkelja, kozgjatjen e këtyre pasojave si dhe vetë qëndrimin subjektiv që mban personi konkret në shkeljes së kryer. Vendimet 15/2011 15 të 2009 dhe 22 të 2008 gjykatës kushtetuese. Në lidhje me cënimin e parimit të autonomisë vendore dhe shtetit të së drejtës, gjykata kushtetuese ka poruar se shkarkim nga detyra ose shpërndarja e organeve të qeverisë vendore është një masë ndërhyrje që ushtrohet mbi këto organe nga qeverisja qendrore për dorë procedura dhe kriteret e përcaktuara në N 115 të Kushtetutës duhet zbatohen në funksion të autonomisë vendore. Autonomia vendore presupozon që ndërhyrja qendrore të jetë e kufizuar dhe pa parashikueshme. Organi lokal mund të shkarkohet vetëm kur ekziston një shkelje rënd, jo kur qeveria krijon shkaqe të reja shkarkimi, për shembull mungesë objektive e pavarur nga vullneti të zgjedhurit për shkak të paraburgimit, që nuk kupton sipas qeverisë shkelje të rënd. Pasi ligjvënësi në pajtim me Kushtetutën ka parashikuar mungesën tremujore si shkak shkarkimi vetëm kur është e pajustifikuar. Qeveria nuk mund të zgjerojë me interpretim kompetencën e saj duke përfshirë edhe mungesat për shkaqe objektive. Kjo është ultra vires ndaj nenit 115 në vend të kushtetutshmërisë. Kemi zëvendësim të vullnetit të kushtetutbërësit me një akt ekzekutiv të pajustifikuar normativisht. Kjo mënyrë e interpretimit cënon parimin e kushtetutshmërisë dhe sigurisë juridike. Një kryetar bashkie dhe votuesit e tij duhet të dinë paraprakisht kur mandati mund të ndërpritet. Lidhur me cënimin e autonomisë vendore, përmes masave që merren në mandatet e kryetarëve të bashkisë për shkak të gjendjes së tyre në masën e paraburgimit, përmes raportit Komisionit Evropian për Demokraci përmes ligjit, Komisioni i Venecias, në 24 tetor 2025 është miratuar një raport të cilin do ja paraqisim si provë
gjykatës kushtetuese, kemi dhe në variantin anglisht dhe variantin shqip, të noterizuar sipas ligjit, në të cilin Komisioni i Venecias ndër të tjera shprehet: kur paraburgimi synon aktor politik, ndikimi i tij shkon përtej të drejtës individuale për liri dhe prek integritetin e garës demokratike si dhe pavarësinë e gjyqësorit. Paraburgimi ose pezullimi i përfaqësuesve vendor mund të interpretohet si një cënim i garancive institucionale të vetë qeverisë vendore, të paktën në dy aspekte kryesore. Së parja ndërhyn në ushtrimin e lirë të mandatit, duke privuar zyrtarët e zgjedhur nga aftësia për të përfaqësuar zgjedhësit e tyre, së dyti ai pengon të drejtën e qytetarëve për të përcaktuar interesat e tyre përmes të zgjedhurit prej tyre, duke gërryer kështu karakterin përfaqësues të demokracisë vendore. Komisioni ka deklaruar në të kaluarën se kushtet në të cilat mund të pezullohet kompetencat e një kryetari bashkiak dhe procedura verifikimit duhet përcaktohen në mënyrë të qartë dhe të saktë, dhe në përputhje me parimin se shkarkimi i përfaqësuesit të zgjedhur është një masë jashtëzakonshme që duhet zbatohet vetëm në rastet e shkeljeve të rënda. Të gjitha garancitë përfshirë ndërhyrjen në një gjykate mund parashikohen në mënyrë të shprehur. Për të gjitha pretendimet tona të tjera i kemi sqaruar më në detaje në parashtrimet tona për 65 faqes që po ja dhënë dispozicion gjykatës. Ndërkohë fjalën tani po e jap zotit Beli.